A mund ta hiqsh atë shikimin e çillosur, të lutem, se është gjithkohë si çillosur. Çillosur çik. Mund të jetoj një, do gjë çikë. Një prostitut. Jo, një prostitut, çfarë prostitut, mos ta banalizojmë muhabet. A je dakord që të ketë prostitucion legal një? Po, patjetër. E ke platformë brenda PD-s? Ja. Pse? Nuk merr. S'm thrasin mbledhi. Nuk. Nuk të thrasin më, ka seriozisht. Kam mësuar që kur nuk të pyesin mos fal. Nuk të thra. Mos jep këshilla kur t'i kërkojnë. Është. Po një anyway, fare? Por unë si orë mendoj që po, madje mendoj që nuk do të ishte hequr kurrë. Prostitucioni. Në vendin ton absolutisht. Mendon se mund ta bënin e burrat apo i takon vetë? Është më mirë për ka. Po pse mos ta bëjnë burrat, si ta ndjej? S'është problem. Gigolo. Po. Do paguaj vetë për shumë për një shërbim? E mos se kështu bëjnë liberal gjithë, kur i vjen punat e vetë, jo, mo që... Po, unë jam liberale që t'jetë si produkt. S'kam nevoj, tha me pagujt laliot. Unë më mirë vdes, edhe leksia për atë më betë. Me drejten, edhe çunat, edhe gocat që atë pjesë të kënaqësisë së jetës së tyre e ndajnë veçmas nga tregtia, i vlerësoj. Por kjo nuk më pengon që të jem dakord që të ketë liri. Po më dakord jemi, në sensi, po s'më përgjigje, më doli me ta marrë sikur ishte përgjigje diplomatike, pra. Jo, mor burrë, thash. A do paguaj për atë shërbim? Jo, kur. Pse, moj zonjë? Never.